Në qytetin e Ulqinit u mbajt festivali i 18 i këngës për fëmijë, një manifestim kulturor që prej vitesh përfaqëson një nga ngjarjet më të dashura dhe më të rëndësishme për fëmijët dhe familjet e tyre. Për herë të parë, festivali u organizua në ambient të hapur, duke i dhënë aktivitetit një dimension të ri artistik dhe festiv, si dhe duke krijuar një lidhje më të drejtpërdrejtë mes skenës, publikut dhe qytetit. Festivali u realizua në organizimin e Qendrës për Kulturë të Ulqinit, me mbështetjen e vazhdueshme të Komunës së Ulqinit, Ministrisë së Kulturës dhe Medias në Maltëzi dhe Organizatës Turistike të Ulqinit. Voglushja Vesa Hoxha bëri hapjen e festivalit. Në dorën time mbaj një copë sheqeri magjik. Kur e fryj lehtë, hapet një derë e ëmbël, e cila na çon drejt një botë ku çdo gjë shkëlqen. Atje shtëpit janë për çokoladë, rrugët janë me karamele shumë ngjyreshe dhe rreth kanë shije pambukur sheqeri. Në këtë botë, këngët lindin si sheqerka të vogla. Zërat tonë janë aq të ëmbël, sa buzëqeshjet, dhe çdo fëmijë është një ëmbëlsirë plot dritë. E janë me mua të hapim këtë botë magjike, të këndojmë, të ëndërrojmë dhe të festojmë së bashku, sepse sonte bota e sheqerkave këndon. Zyrtarisht e shpall të hapur festivalin e këngës për fëmijë. Ndërsa me pas hapja festivalit u shënuan nga fjala përshëndetëse e përfaqësuesit të Ministrisë së Kulturës dhe Medias në Maltëzi, Petar Kovačević, i cili vlerësoi lart rolin dhe vazhdimsinë e këtij manifestimi kulturor. Uvažena predsjednice Skupštine opštine Ulcinj, gospođo Kuković, uvažena sekretarko Sekretarijata za kulturu, gospođo Subašić Šabanović, uvažena direktorice Centra za kulturu Ulcinj, gospođo Hoxha, uvaženi prijatelji muzike i umjetnosti, čast mi i zadovoljstvo da vas pozdravim ispred Ministarstva kulture i medija u povodu 18. edicije festivala Dječje pjesme, dragocjene inicijative za posticanje i promociju stvaralaštva najmlađih. Ova ideja doživljava svoje punoljetstvo i uskoro će slaviti jubilej od 2 decenije. Radi se o važnoj tradiciji, ne samo zbog učešća djece, već i zbog njihovog protagonizma u prihvatanju poziva na učenje i razvoj vještina iz oblasti muzičko-scenske djelatnosti, širenja polja dječje kreativnosti i inovativnosti. Takmičarski dio festivala osmišljen je tako da pruži podršku prvim koracima na početku karijere nekih od najmlađih, podstakne razvoj mladih talenata, promociju recentnog crnogorskog stvaralaštva, ali i kulturne baštine, da postiče multikulturalnost, što su upravo i ciljevi koji su propisani Zakonom o kulturi i na osnovu kojih Ministarstvo kulture i medija i ove godine podržava ovaj festival sa željom da preraste u nezaobilaznu platformu ne samo regionalnog, već i međunarodnog karaktera, što se i sada već naznačava. Kao što znate, Ministarstvo kulture i medija u svom fokusu ima stvaralaštvo najmlađih, što se i manifestuje sa brojnim konkursnim linijama koje smo nedavno otvorili. Tako je upravo raspisan konkurs za djecu pod nazivom Ruksak pun kulture, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, a nedavno su objavljeni rezultati konkursa za djecu i mlade. U to ime izražavam zadovoljstvo i podršku radu organizatora i želim uspješne nastupe našim dragim takmičarima. Në vazhdim në emër të Komunës së Ulqinit të pranishmit i përshëndeti sekretarja e Sekretariatit për Kulturë dhe Veprimtari Shoqërore, Merita Subašić Shabanović, e cila me një fjalë të ngrohtë dhe emocionale i u drejtua veçanërisht fëmijëve pjesëmarrës. Draga djeco, poštovani roditelji i dragi gosti, u ime opštine Ulcinj i u svoje lično ime, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na festival Dječje pjesme. Ovaj festival je poseban jer daje glas našim najmlađima, njihovoj mašti, hrabrosti i radosti.
Dječja pjesma nas okuplja, povezuje i podsjeća koliko je važno njegovati talenat, ali i dječju bezbrižnost i osmijeh. Draga djeco, danas je vaša pozornica. Pjevajte slobodno, sa osmijehom i bez treme. Radujte se svakom trenutku, jer najvažnije je da se lijepo provedete i ponesete kući lijepo uspomene. Opština Ulcinj će i dalje podržavati ovakve manifestacije koje promovišu dječje stvaralaštvo, kulturu i zajedništvo. Želim vam svima puno aplauza, smijeha i dobre energije. Mi, tenderuar prinder, vete dašur misafir. Nemer te komune se učinit dhe nemrin tim personal, kam knatësin e madhe t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhjen në festivalin e këngës për fëmijë. Ky festival ishte veçantë sepse u jep zemër të vëgjëlve tanë, imagjinatës së tyre guximit dhe gëzimit. Kënga e fëmijëve na bashkon, na lidh dhe na kujton sa e rëndësishme është të kultivojmë talentin, por edhe pafajësinë dhe buzëqeshjen e fëmijëve. Të dashur fëmijë, sot skena është e juaja. Këndoni lirshëm me buzëqeshje dhe pa emocione. Gëzohuni për çdo moment sepse më e rëndësishmja është të kaloni bukur dhe të merrni me vete kujtimet e bukura. Komuna e Ulqinit do të vazhdojë të mbështesë manifestimet e tilla që promovojnë krijimtarinë e fëmijëve, kulturën dhe bashkëjetesën. Ju uroj të gjithëve shumë duar trokitje, të qeshura dhe energji të mira. Në konkurim këtë vit ishin 22 këngë të interpretuara nga fëmijë të moshave të ndryshme, të cilat u ngjitën në skenë me shumë entuziazëm, guxim dhe dashuri për muzikën. Vlerësimi i këngëve u bën nga juria profesionale e përbërë nga emra të njohur të fushës së artit dhe kulturës. Cani Lazoja, producent i Qendrës për Kulturë të Ulqinit, Valbona Hoxhiq, profesoreshe gjuhës shqipe dhe letërsisë shqipe, si dhe Egzona Salaj, soprano dhe profesoresh e muzikës.
Kur shkoj te gjysha, ju më pret, me një pëqafim që kur nuk tret. Tavolina e saj plot mirësi, dashuria e saj s'ka kufi. Kur shkoj te gjysha, ju më pret, me një pëqafim që kur
Gjatë mbrëmjes finale, u ndan edhe çmimet tradicionale të festivalit, çmimi për tekstin më të mirë ju dha Idana dhe Amriz për këngën Dhuroi një kukull, me muzikë dhe orkestrim nga Bardhyl Hysa dhe tekst nga Adelina Mamaçi. Një këngë që u vlerësua për ndjeshmërinë dhe mesazhin e saj të bukur për botën e fëmijëve. Çmimi special Fiqri Hasanaga i u nda Rona dhe Era Kurtit për këngën Mamit Tim, me muzikë dhe orkestrimin nga Blendi Maxharri dhe tekstin nga Sidorela Berishaj, e cila preku publikun me emocionin dhe sinqeritetin e interpretimit. Vendi i tretë shkoi për Nina Kostić me këngën Mama Hfallati, me muzikë dhe orkestrimin nga Islam Axhemović dhe tekst nga Gjika Filipović, ndërsa vendin e dytë e fitoi Denis Lamoja me këngën Atdheu im, ku muzika, orkestrimi dhe teksti janë realizuar nga Gzim Gjekaj, një këngë me tematik atdhetare që u prit shumë mirë nga publiku. Çmimi i parë i festivalit i u nda dy motrave Serena dhe Sarina Duraku me këngën Vallja e fëmijëve, me muzikë dhe orkestrimin nga Blendi Maxharri dhe tekst nga Senada Kalezić, të cilat me energjinë, harmoninë dhe interpretimin e tyre fituan zemrat e juriz dhe publikut.